kur bëhet gënjeshtra përdoret për lojë. Aty gënjeshtrën, jo ti, po tham, në kuptimin lojtari, gënjeshtrën se man men, edhe ja fut prap një rand tjetër, kontradikta, edhe tani thush pas ka luj që atë moment se qështu. Për qatë arsye unë e tham që Rogerti është lojtar, po është muj mi adalu kur del në personalitet vetin. Kur të është lojtar, të prek në limite, të provokon, tani është e jotja që do më ju përgjigj të atina. A do në me injorim, a do në me kundër përgjigj, me repliku, po është e jotja. A kur del në personalitet, prap ti vendos që shdojnë, a do në me amartë për si për ajo. Për shembull, une e kam me Rogertin, dje që e patëm debatin, me këta të tjertë, unë e kam princip të vetja që prej ti mos më prek. Jo mos më prek, po nuk më ban përshtypje fjala e tina të onë, nuk më lëndon. Mos me marë personale. Nuk më lëndon një njeri që shkon në ato nivele, qoftë si lojtar, qoftë në personalitet, nuk më lëndon edhe se marë për bazë. Unë e prekna prej njerëzve që i konsideroj, jo për njerëzve që nuk i konsideroj. Ky po të regon gjatë gjithë kohë se unë jam të lujtë, unë e kam lojnë në limite, unë jam bomba, unë e kam artë me bon ndryshimin. Pse unë më quta është, me gryj zemrën tem ose shëndetin tem mendor, përshka këtë fjallë që mundet mi thonë, një njeri që e pranon që është duke bo lojë. E tani më akuzojmë se ti e pëlqen Rogertin, dje do më thonë Artani, Stenaldo, Mali e këta. Qatë ka lidhë ty me Rogertin? Atëherë unë e kam deklaru në fakt që në fillim që mua me Rogertin ka lidhë fronti. Kam gjetë këtë lloj fjale dhe du t'i shkoj kësaj fjale. Fronti, ok. Tani, ca e thojnë aleancë, ca e thojnë ortakëri, ca e thojnë front. Po është që ky kuptim, a s'është? Në faktikisht nuk është një kuptim. Pavarësisht se mund t'i bësh paralele këto gjërat. Kjo miza ka gjithkohë gjëri, këto gjurë kemi arë. Trabanor. Po jeton këtu me ne. Qa ndryshimi ka fronti edhe qa ndryshimi për mua, qa ndryshimi ka aleanca dhe ortakëria. Në ortakëri, normalisht, do s'do, shkon mirë, shkon keq, ti je lidhur se ke një qëllim. Pra, jeni lidhur bashk, jeni bërë ortak, se përfitimi i asaj gjëja, se s'po themi biznesi, ku dion çfarë do është ti, është i bazuar tek raportet që kanë kuotat e dy ortakëve. Që do më thënë, nëse dy ortak janë 50 me 50, është një qikë problem. Vjen që edhe çmimin pas kanë me nda, nëse janë ortak. Qatë kuptim. Për kjo është pra, kur je ortakëri, i ketë në të mirë dhe në të keq, si do që të shkojë situatat, do t'i ndajnë bashkë, si mas përqindjeve që kanë. Po ti e shes si në front, pjesë të fronti është tjetër gjë për mua, koncepti, për mua, se unë e kam dhe në botkuptimin e asaj që bëj paralelizma edhe në jetë për këtë gjën.